jemi të njohur në nivelin ndërkombëtar ose si thotë botëror sa i përket peizazhit dhe biodiversitetit shumë të rëndësishëm dhe kjo është për ne ka qenë një, si thotë, diçka e jo kuptueshme dhe absolutisht diskriminuese. Në këtë rast mund të flasim se shteti i Malit ka diskriminuar pushtetin lokal, por dhe në ndalojmë Zonja Lika, çfarë problemesh mjedisore mendoni se mund sjell ky projekt konkretisht? Kur vjen puna tek mjedisi, nëse mund të na citoni, të na numëroni disa nga problematikat që do të cënonte vërtet projektin në mënyrë të drejtë për drejtë. Kështu, nëse keni parë vizatimin apo këtë draftin e idejave të zotnia Llabarit, atë shifet fare mirë që aty idejat janë të shndrohet një hapësirë jashtëzakonisht unike dhe jashtëzakonisht e rëndësishme për biodiversitetin botëror në një hapësirë, si thotë, artificiale. Do të thotë, përveç këtu bëhet fjalë për një devastim total të një hapësire 12 kilometrësh të gjatë dhe për një hapësirë përmi 20 kilometrë katror, e cila është e mbrojtur me ligjin e Malit të Zi, është monument natyre dhe prapavia e plazhit të madh me gjithë atë biodiversitetin që si thotë dunat ranore, Natura 2000 habitate, si thotë me pishat, me pyjet e pishave të mbrojtura, me ligatina të jashtëzakonisht të rëndësishme, sido edhe në nivelin evropian, por edhe më lartë. Do të thotë, ky zonë ishte mbrojtur qysh me 1968